Zhvillohet ceremonia e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Autoritetet më të larta të jetës akademike, deputet, pedagog, studentë e familjar të tyre, përfaqësues të biznesit ishin pjesë e kësaj ceremonie. Rektoria e Universitetit të Vlorës Aurela Saliaj tha se Fakulteti Ekonomik është një gur themeli në zhvillimin e qëndrueshëm të Vlorës dhe rajonit. Turizmi është mbështetur në produkte akademike të formuara në këtë auditor, tha ajo. Fakulteti Ekonomik i Universitetit Ismail Qemali gjithmonë e ka treguar që ka qenë një nga gurët e themelit të zhvillimit të qëndrueshëm të jo vetëm të qytetit të Vlorës, po të gjithë rajonit. Sistemi bankar në rajon, në qytet dhe në gjithë rajonin, sistemi administrativ i turizmit, turizmi për të cilin njihet dhe frekuentohet dhe popullohet rajoni jon, janë të mbështetur kryesisht në produkte akademike të formuara në auditorët e Fakultetit Ekonomik. Unë ju uroj që edhe ju që po diplomojni sot të vazhdoni të esni në rrugën që kanë hapur, kanë ngritur me shumë krenari paraardhësit tuaj alumnit e këtij fakulteti. Dhe shpresoj shumë që emocionet e bukura të kësaj dite t'i shndërroni në arritje dhe në suksese për të ardhmen. Suksese. Dekani i ri i Fakultetit Ekonomik Florian Miti tha se kjo është një ditë shumë e rëndësishme, pasi festohen arritjet e studentëve, ndërsa pedagogët e këtij fakulteti, thot ai, janë të përkushtuar për të ofruar arsim cilësor. Është një kënaqësi e veçantë t'ju urojmë mirëseardhjen në këtë ditë festive, ku kremtojmë një prej arritjeve më të rëndësishme dhe më domethënëse të jetës suaj, e që përkon edhe me festën e alfabetit. Sot, ju keni dëshmuar se përmes vullnetit, këmbguljes dhe përkushtimit keni kapërcyer sfidat e sakrifica për të arritur në këtë moment të shumëpritur. Një finish njëkohësisht është edhe nisja e një rruge të re drejt suksesit. Në emër të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit Ismail Qemali Vlorës, dua t'ju shpreh mirënjohjen dhe krenarinë që na dhuroni sot e çdo ditë. Përshëndeti në këtë ceremoni edhe deputetja e qarkut të Vlorës Zamira Sinaj, si ish dekane por edhe si pedagoge e këtij fakulteti. Ajo tha se kjo është një ditë shumë e veçantë për ta dhe sa hap një kapitull të ri në jetën personale dhe profesionale. Duhet të dini që ky është një moment shumë i veçantë dhe unë jam shumë e gëzuar dhe e lumtur që jam pjesë e këtij momenti solemn dhe të paharrueshëm. Një falenderim i thellë shkon për të gjithë ju studentë, për gjithë sakrificat që keni bërë gjatë këtyre viteve, për gjithë ato netët pa gjumë dhe që disa prej jush dhe ju është dashur të punojnë. Një falenderim i madh shkon dhe për stafin akademik të Fakultetit Ekonomik. Unë kam pasur fatin që të punoj dhe të jem pjesë e atij stafi dhe them me bindje të plot që janë pedagogët më të përkushtuar, që punojnë me pasion dhe gjithmonë kanë qenë suport në rrugtimin tuaj. Përshëndeti ceremoninë edhe administratori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, ish pedagogu i këtij fakulteti Grigor Dede. Është një kënaqësi e veçantë që të jesh sot pranë jush dhe të përcjellësh përshëndetjen më të mirë për ceremoninë e diplomimit tuaj. Para se të vija këtu dhe të flisja, dikush më tha, s'ke përgatitur një fjalim sot, duke qenë se do dalësh para gjithë këtyre njerëzve? Jo, i thashëm, nuk kam përgatitur fjalim sepse fjalët rrjedhin natyrshëm. Kur do të flasësh përpara Fakultetit të Ekonomisë, është njësoj si shtëpia ime. Unë kam qenë student në këtë fakultet, pedagog prej 13 vitesh më pas, dhe tani kam pak kohë që jam administrator i Universitetit Ismail Qemali, por gjithmonë mendjen e kam tek Fakulteti i Ekonomisë, pasi pjesa më e madhe e jetës time që kam jetuar deri më sot ka kaluar në këtë fakultet. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Vlorë, Arben Breshani, tha se arritjet e studentëve janë rezultati i përkushtimit dhe mundit të tyre në këtë rrugëtim. Ai ka siguruar mbështetjen e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë. Dhoma e Tregtisë së Vlorës do të jetë gjithmonë pranë jush. Ne jemi të përkushtuar të mbështesim në hapat e parë profesional, të lidhim me bizneset e rajonit dhe të krijojmë mundësi praktike, punësimi dhe bashkëpunimi. Rinia e përgatitur dhe inovative është pasuria më e madhe e qytetit ynë dhe ne jemi këtu për të hapur dyert që ju meritoni. Mbani mend se dita e diplomimit është vetëm fillimi. Sfida e vërtetë është të zbatoni njohuritë dhe aftësitë tuaja për të kontribuar në shoqëri, për të sjellë ndryshim dhe për të krijuar mundësi të reja jo vetëm për veten, por dhe për komunitetin. Mos harroni kurrë se suksesi nuk matet vetëm me tituj apo çmime, por me ndikimin që krijoni tek njerëzit.